Një shporthim e tritol tronditi lagjin Çelepias të Beratit në orët e para të 25 majit, kur u hodh lëndë plasëse në derën e një lokali në pronësi të Sali Fetiut. Lokali ka qenë i mbyllur prej 2 vitesh dhe i shpadhur me qera, e nga kamerat e sigurisë rezulton se tritoli është hedhur nga një BMW në lëvizje, nga xhami i pasagjerit pas britur askush. Shporthimi shkaktoi vetëm dëme materiale. Policia po heton pistën se ky akt ishte e paralajmërim ndaj djalit të pronarit Aslan Fetiu, i cili është në kërkim që prej 24 marsit kur plagosi me thik 58 vjeçarin Todi Biçaku. Ngjarja ndodhi në një lokal ku Fetiu kishte hyrë në kërkim të Fation Azizollit, person me të kaluar kriminale. Pasi nuk e gjeti, ai krijoi konflikt me klientët, ndërsa i moshuari Biçaku ndërhyri dhe u godit me thik. Një ditë më pas u shpand në kërkim dhe i vllajti Tajar Fetiu. Aslan Fetiu është person i lidhur ngushtë me biznesmenin Klodian Allajbeu, pronar i Spitalit Amerikan. Ai ka qenë administrator i rridheve Anamark dhe disa kompanive të tjera në kontrollin e Allajbeut. Pas ngjarjes së marsit dorëzoi nga Ratia një shkresë dorëheqje nga Anamark, e cila u pranua menjëherë. Gjithashtu Fetiu rezulton të ketë transferuar në mënyrë të dyshimt kompaninë Forever Construction të Allajbeut në vitin 2020, edhe pse ka pasur role drejtuese, mediat raportojnë se ai punonte edhe si shofer e Allajbeut. Ky i fundit është në hetim në Shqipëri dhe Kosovë për pastrim parash dhe skandale në sektorin e shëndetësisë.